është e diela e tretë e kohës së ardhjes, e cila zakonisht në traditën e Kishit quhet edhe e diela e gëzimit. Duke qenë se jemi edhe më afër Krishtlindjes, kjo është edhe arsyeja. Dhe leximi i parë pikërisht për gëzimin flet kur thotë le të gëzojnë vendet e shkreta. Edhe psalmi na fton me haret i thurim lavde hyjt për mrekullitë që ai bën në ndihmë të nevojtarëve. Edhe shën Jakobi në një formë të vetën na fton që të largohemi nga pikëllimi, nga mërzia, kur thotë mos u ankoni vëllezër njëri kundër tjetrit. Pra të gjejmë shkaqe bashkimit e gëzimit me njëri tjetrin. Edhe Jezusi në pjesën e sotme ungjillore na flet për lumturinë, për gëzimin, kur thotë i lumi ai që nuk e bjerë besimin në mua. Por po shohim nga afër se si Shkrimi i Shenjtë na zhyt në këtë lloj gëzimi që nën kuptohet sot. Jezusi në pjesën e ungjillore të sotme jep një vlerësim shumë të madh për personin e Gjonit dhe përshkruan me fjalë vërtet madhështore e në fund përfundon duke thënë, për një vend po ju them, ndër ata që u lindën prej grash, nuk u ngrit asnjë më i madh se Gjon Pagzuesi. Duket sikur e lartëson madje edhe më shumë se zojën e bekuar. Megjithatë menjëherë Jezusi ka shtuar, megjithatë më i voglin mbretërinë e qiellit është më i madh se ai. Mbretëria e qiellit, mbretëria e hyjit, është vetë Jezusi, sipas Ungjillit Mateut, por në një farë forme sipas krejt ungjillëve. Në të bëhet krejt vullnesa e atit qiellor. Por jo vetëm Jezusi, por gjithë ata që i bashkohen Jezusit. Kisha, trupi mistik i Krishtit, që me sakramentet, me uratën e saj, me veprat e bamirësisë i bashkohet Krishtit, është pjesë e mbretërisë së hyjit. Janë të krishterët, pra, ndërta atëherë dhe zoja e bekuar, që kanë më shumë privilegje, më shumë hire, më saktë, për të shenjtruar, që nuk i kishte Gjoni, më shumë mjete për të arritur shenjtrinë që Gjoni ato mjete nuk i kishte. Sakramentet, ku sakramenti më i veçantë është patjetër Eukaristia, të gjitha këto të krishterët i kanë dhe e kanë mundësinë që të shfrytëzojnë për të rritur në shenjtri. Por kjo nuk e ul madhështinë e Gjonit, i cili pa këto mjete ishte i rënjorësur jashtëzakonisht shumë në fjalën e Zotit, në misionin që Zoti kishte besuar për të shpallë Mesin në mesin e popullit të vet. Për Gjonin, në fakt, Jezusi thotë se janë ato fjalët e beslidhjes vjetër që thonë, ja unë po e dërgoj lajmtarin tim para teje që ta bëj gati ullën tënde para teje. Por, me gjithë këto që tham, në pjesën e sotme ungjillore, gjëja e çuditshme është se Gjoni na duket shumë i lkundur. Në një farë piket, pasi Herodi kishte futur në burg, Gjoni dërgon 2 nga nxënësit e tij tek Jezusi për t'i bërë këtë pyetje. A je ti ai që duhet vi apo duhet presim një tjetër? Nuk kush është përpjekur ta shpëtojë, ndërthoi za Gjonin duke thënë se jo, Gjoni nuk dyshonte, por dërgon nxënësit e tij tek Jezusi si për t'u thënë shkoni tani pas tij. Por Gjoni nuk e kishte problem të fliste dhe haptas, madje pikërisht kjo i kishte krijuar shumë probleme me Herodit, se fliste haptas edhe para njerëzve i qortonte ato njerëz që vinin me dinakri për t'u pagzuar ose për të spionuar në një farë mënyrë. Gjoni ishte njeri i fjalës dhe i fjalës së hapur. Në një pjesë tjetër u thot nxënësve haptas, ja që janë hyjt. Pra atë duhet të ndjekin sepse ai duhet lartësohet dhe unë duhet përulem. Pra është e pamundur që të ketë përdorur këtë teknik të komplikuar për dërguar 2 nxënës tek Jezusi për të qëndruar pastaj me Jezusin. Me të drejtë ndokush tjetër ka thënë, jo, Gjoni ka shumë mundësi që ishte futur edhe ai në një natë të shpirtit, gjë që u ka ndodhur gjithë shenjtërve, në një errësirë, në dyshimet e veta. E nuk duhet na çudis, nuk e ulim Gjonin kur themi se kishte edhe ai dyshimet e veta. E bukur e jashtëzakonshme këto është se Gjoni në dyshimet e veta i drejtohet Jezusit për më shumë dritë. E kjo është vërtet shenjë fesë së madhe. Ne përpiqemi të bëjmë gabimin që të mos e shfaqim Gjonin si të lkundshëm, sepse mendojmë nganjëherë se dyshimi është mungesë largpamësie. Jo, nuk është i tillë. Voltaire, filozofi e shkrimtari i madh francez i shekullit të 18, thoshte, në fakt dyshimi nuk është gjë fort e ëmbël, por siguria e tepërt është qesharake. Pra ti je tepër i sigurt për gjithçka është më qesharake se sa të dyshosh ndonjëherë për disa gjëra. Aftësia për të dyshuar pa u shpërbërë si njerëz është ndihmë për të hedhur drejt horizonteve të reja. Patjetër se kur dyshojmë thjesht për të dyshuar, nuk është shenjë pjekurie, as njerëzore as fetare, por kur dyshojmë për të kërkuar të vërtetën, dyshimi na bën të interesohemi të kërkojmë përgjigjen, e disa përgjigje edhe i gjejmë. Edhe ato që nuk i gjejmë na ndihmojnë të jemi më të përvujt. Pra dyshimi ose lkundja më saktë vjen për të na pjekur edhe më shumë, në mënyrë të mistershme nganjëherë. Po as në mënyrë të mistershme, dyshimi shfaqet në jetën tonë kur përballë nesh shfaqet kryqi. Gjoni gjendej përballë një kryqi, përballë një vështirësie reale. Më kujtohet një episod nga jeta e Shën Franceskut të Asizit, i cili pasi kishte themeluar fretrit e tij dhe ishin bërë shumë fretër, pati një moment shumë të vështirë, kur disa nga këto fretër filluan ta qortojnë se po e shtrëngonte shumë stilin e jetesës, dhe u bë një grup i madh.
asa Shën Francesku filloi të dyshonte realisht se mos kishte gabuar. U largua thellë në pyll duke u lutur me lot e dënesje të mëdha për t'i kërkuar Zotit dritë, për t'i kërkuar një përgjigje. A ishte vullnesa e Zotit ajo që kishte bërë apo duhej të ndryshonte vërtet rregullat? E ndodhi që aty mori hirin e plagëve në duar, në këmbë dhe në krahëror. E pas asaj dhuratet mistershme, mistike, Shën Francesku tha, Zoti më foli. Pra e mori përgjigjen se ishte duke bërë vullnesën e Zotit, e ashtu po i bashkohej Krishtit të kryqëzuar. Edhe Gjoni ishte në një ull kryq vërtet të madh. Ishte shumë i komplikuar ai kryq, sepse padrejtësisht ishte futur në burg dhe krejt padrejtësisht dhe mendje lehtësisht rrezikonte të ikte jeta sikurse i ndodhi. Pra, frikës e errësirës fizike të burgut ishte edhe frika e errësirës së shpirtit në cilën ai gjendej, sepse nuk shihte ndonjë drejtë për dal nga ai burg dhe nuk po kuptonte si ka mundësi që Mesia që është në mesin e popullit vet nuk po vepron ndonjë gjë shumë të bujshme. Në fakt po vepronte, por në një përvojtri të skajshme, një përvojtri që edhe Gjoni në kishte befasuar. E prandaj Gjoni kishte menduar se mos ndoshta duhej pritur ndonjë tjetër. Por Jezusi e ngushëllon dhe ndriçon me përgjigjen e tij që u jep nxënësve që t'ia përcjellin pastaj Gjonit. Shkoni e thoni Gjonit çka po dëgjoni e çka po shihni, të verbrit po shohin, të shqeptit po ecin, të gërbulurit po pastrohen, të shurdhrit po dëgjojnë, të vdekurit po ngjallen, të varfërve po predikohet ungjilli. Leximin e parë ndërtjera thuhet se kur të vi shpëtimi i Zotit për popullin e tij, syt do t'u çelen të verbërve, veshtet të shurdhëve do të dëgjojnë, atëherë i shqepti do të kërcej si dreri, gjuhat pagoj do të shpërthejnë hare. E Jezusi po thoshte se këto fjalë të shkrimit shenjtë në Besinë e Vjetër po realizoheshin në personin e tij. Ishte si tu thoshte, thoni Gjonit se unë jam duke e plotësuar shkrimin shenjtë dhe do të thotë se unë jam Mesia. E prandaj Jezusi përfundon duke i quar Gjonit këtë fjalë, i lumi ai që nuk e bjerr besimin në mua. Gjonit i thot mos u shkandullon nga përvojtria e tepërt. Unë jam ai që kam fuqi mbi ligjet e natyrës dhe më beso kur nguli këmbë në këtë përvojtri, sepse përvojtria është vaksina më efikase kundër krenarisë që djalli përpiqet ta fusë në natyrën tonë. Përvojtria e Krishtit është kundër helmi, vaksina më efikase për ta mposhtur. I thot Gjonit, por na thot edhe të gjithëve ne. Ti zëmbes fjalës e Jezusit, të qëndrojmë në fjalën e tij. Prandaj, gëzimi i krishterit është gëzimi i qëndresës. Në fakt, thot dhe Shën Jakobi në letrën e tij, thot, vëllezër, jini të durueshëm deri në ditën e ardhjes së Zotit. E kuptojmë atëherë sa e bukur është kjo fjalë e Krishtit që thot i lumi ai që nuk e bjerr besimin në mua.